Kompania gjermane RPP Germany pritet të investojë në Kosovë në një projekt energjetik në grumbullimin dhe riciklimin e plehrave dhe prodhimin e energjisë. Përfaqësuesi për Ballkan i kësaj kompanie, Avni Nasufoski, tha se propozimin fillimisht ja ka paraqitur kryetarit të komunës së Mitrovicës Agim Bahtiri, por edhe zyrtarëve qeveritar nga të cilët ka marrë mbështetje. Kemi takuar kryetarin e komunës së Mitrovicës Agim Bahtirin dhe zyrtarët qeveritar janë shumë pozitiv. Ne u kemi bërë propozimin e parë publiko-privat, mirë po ata preferojnë me qenë me koncesion. Ne presim të ju japim propozimin e dytë me koncesion dhe të marrim përkraje ligjore. Kësaj mendojmë të investojmë në gjithë Kosovën dhe jo vetëm në Mitrovicë. Shuma do të variojë prej 25 milion deri në 100 milion euro. Ndërkaq, zyrtari për Kosovën i kompanisë gjermane Safet Sadiku tha se nga ky investim pritet të zgjidhet problemi i mbeturinave në Kosovë, por edhe mundësinë e punësimit të qindra njerëzve. Flasim njëherë për pikën e parë Mitrovica, por ajo mund të ketë rritje të kapacitetit në gjithë Kosovën, që shpresojmë ashtu të jemë. Dhe pastaj kemi si fund të rezultatin ambientin e pasur dhe prodhim energjie. Në këtë kuadër nga 300 deri në varësi të kapacitetit, nëse bëhet fjalë për gjithë Kosovën, numri mund të shkojë edhe deri në 700 punëtor. Ky projekt është global dhe përveç Ballkanit pritet ta sjellë edhe në Kosovë teknologjinë e fundit të riciklimit të mbeturinave.